Përmes një reagimi në rrjetet sociale, kryeministra italiane Giorgia Meloni ka deklaruar se deklaratat e kishin njaut e miratuar nga 46 shtete anëtare të Këshillit të Europës një të drejtën e vendeve për të zbatuar zgjedhje të reja për menaxhimin e emigracionit, përfshirë qendrat e reja dësimit në vende të treta sipas modelit Itali-Shqipëri. Meloni u shpreh se ky është fryti i një rruge që Italia ka kontribuar me guxim dhe vendosmëri. Ajo që vetëm një vit më parë konsideroi e diskutueshme, sot është kthyer në një parim të përbashkët për 46 shtetet anëtare të Këshillit të Europës dhe demonstron edhe një herë se qasja italiane ndaj një menaxhimi të rregullt të flukseve migratore, e ndjekur me seriozitet dhe qëndrueshmëri nga qeveria jon, tani është bërë edhe qasja e Evropës. Deklarata e saj vjen në një kohë kur marrëdhëniet mes Italisë dhe Shqipërisë për ngritjen e qendrave të emigrantëve në territorin shqiptar shkaktoi debate politike në vendin fqinj, por edhe më gjerë. Më herët, kryeministri Rama ka deklaruar se marrëveshja do të qëndrojë në fuqi për aq kohë sa qeveria italiane e shikon të arsyeshme.